إن الحمد لله نحمده سبحانه ونشكره ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلندريم ذا لفدريم تاكم تماذت الله Ate falenderojmë për çdo mirësi të cilën ai na ka dhuru dhe prej të mirave të tij që në Islam na ka udhëzuar. Salatet tona të pandërprera nga ky vend i dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasën rrugën e tij ndriçueshme deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, nga mirësia e Allahut, Allahu dalloi ditë dhe natë. Allahu dalloi javë dhe muaj. Allahu dalloi periudha dhe kohra të ndryshme. Andaj nga dallimet Allahu që ja bëri këtyre ditëve në të cilat jemi, ditët e Dhulhijhes, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi dhe tha: "Ma min ayamin al-amalu salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr." Nuk ka vepra më të dashura tek Allahu prej veprave të mira se sa në këto 10 ditë. Të pranishmit i than: "Ja Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah", e as lufta në rrugën e Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wala al-jihadu fi sabilillah", e as lufta dhe sakrifica në rrugë të Allahut nuk e bën domethënë vlerë të madhe në këtë ditë se sa veprat e mira përpos njeriu i cili del me pasurinë e tij, me trupin e tij dhe nuk kthehet me asgjë tjetër. Don të thotë sakrifikon pasurinë dhe trupin e tij dhe jetën e tij, ky njeri mundet të jetë më i mirë. Andaj të nderuar besimtar, të nderuar vëllezër xhamatli, këto ditë janë ditë të mëdha ku Allahu subhanahu wa taala është betu dhe ka thonë wal fajr wa layalin 'ashr, ka thonë pasha agimin, pasha sabahun dhe pasha 10 netët. Në koment Abdullah ibn Abbas i ka thonë Allahu kur është betu pasha 10-shin e ka për qëllim 10-shin e Dhulhijhes, ku ne jemi në ato ditë dhe sot një javë është dita e madhe e Kurban Bajramit. Dhe besimtari këto ditë duhet ta kuptojë që shpërblimi është i madh duke vepruar vepra të mira. Dikush është i fortë në fuqinë e tij fizike dhe mundet të agjërojë. Dikush e ka kohën e lirë dhe mundet më shumë të lexojë Kur'an. Dikush e ka xhepin e shlirë dhe mundet të japë sadaka. Po gjithë ne e kemi gjuhën e lirë dhe ajo mundet të shfrytëzohet edhe kur jemi në të angazhuar në punë, kur jemi ndoshta duke ecë në rrugë, kur jemi në komunikacion dhe gjithkund ku jemi është preferuar në këtë ditë që njeriu të madhnojë Allahun me dhikr, duke thënë la ilaha illa Allah wallahu akbar, Allahu akbaru kabira wa subhanallahi bukratan wa asila, apo dhikre të ndryshme të cilët lejohet me madhnu Allahun subhanahu wa taala. Kështu e kishte tradit Abdullah i biri Omerit, Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, i cili dilke në treg dhe e ngritke zanin e tij, jo në shej që të bëje zhurmë, po t'ja u rikujtoje njerëzve që në këtë ditë duhet të madhnohet Allahu subhanahu wa taala. Mjafton njeriu duke shku në punën e tij, duke shku në xhami apo dikun tjetër me bë dhikr dhe me thon subhanallahu walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Dhe këtë ditë duhet të madhnohet Allahu subhanahu wa taala. Një ashtu të nderuar vëllezër,
Allahu nga mirësia e tij na I ka mundsu neve të cilët nuk jemi në haç. Dhe kjo nga bujaria e Allahut që neve na jep shanse dhe mundësi. Ndoshta dikam për neve kam pengu mos pasja e mjeteve financiare për me shku në haç, dikonin e ka pengu shëndeti, dikonin e ka ndonjë arsye që ai dhe Allahu e din. Allahu nga mëshira e tij dhe mirësia e tij na I ka mundësu një ditë e cila shumë me vlerë të madhe. Ajo është dita e Arafatit që I vjen ditën e ejte me lejnë Allahut të cilën ne do ta mrim, inshallah Allah na jep ymër dhe arim. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyet çka me bë ditën e Arafatit, ka thënë me agjëru. E kur është pyet çfarë shpërblimi ka agjërimi ditës së Arafatit, transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë kështu: shpresoj që dita e Arafatit I shlyen, I fal Allahu gjunajt e vitit të kaluar dhe vitit që vjen, për arsye se muji Dhulhijhe është muji I 12 sipas kalendarit islam, është muji I fundit. Andaj nga muji I arshëm ne vim domethënë në fillim vitin e kalendarit islam dhe njeriu e përfundon me një ibadet dhe ne do të vim nëse Allah na jep ymër dhe fillon me një ibadet në muajin Muharram që është me agjëru një ditë edhe aty apo dy, ndërsa në këtë ditë Allahu I fal ka mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit që vjen. Lut Zotin e Madh Allahu na bëj të mundur të agjërojmë këtë ditë. Dhe një prej ibadeteve të cilat duhet mos ta neglizhojmë është thërrja e kurbaneve. Dhe Allahu subhanahu wa taala e ka urdhënu pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam kur I ka thonë inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar, ka thonë fal namaz për hir të Allahut dhe prej kurban. Kurbani është një dispozit e cila tregon që njeriu sakrifikon tek Allahu duke zbatuar një urdhër të Allahut dhe një urdhër të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam që me therr kurban. Dhe ka hadithe të cilat ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush nuk ka therr kurban dhe ka pas mundësi me therr kurban, mos t'i afrohet faltoreve të tona. Andaj dhe medhhebi Hanefi e ka mendimin vajib therrin e kurbanit për atë të cilin ka mundësi. Ai që nuk therr kurban sipas medhhebit të Imam Ebu Hanifës konsiderohet gjunahçar. Andaj duke u bazuar në fjalën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, kush ka mundësi me therr kurban dhe nuk e therr, mos t'i afrohet faltoreve të tona. Lut Allahun te bareke ve teala që Allahu na bëjë të mundur të realizojmë këto ibadete në këtë ditë të mëdha, sikurse tekbiri dhe madhnimi I Allahut në këtë ditë, agjërimi I ditës së Arafatit dhe therrja e kurbanit pas namazit e Kurban Bayramit. Allahu na bëf nasib mi arrit këto ibadete dhe mi realizu. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.